Unë kam thënë për Edi Ramën që është dënuar 7 vjetë burg për çështjen e ish drejtorit të FBI-s të New Yorkut. Kongresmeni republikan Joe Wilson ka 14 ditë sot që e ka deklaruar në Kongres dhe ka hedhur në gjyq Edi Ramën. Edi Rama, dashur shqiptar, duhet arrestohet e të shkoj urgjent në Amerikë. Si që thash edhe njëherë, kongresmeni është republikan. Ka vite që është kongresmen. Joe Wilson është kongresmeni. E ka hedhur në gjyq Edi Ramën për shumë gjëra. Dhe ka paraqitur në Kongres. Mundet që javën që të vi të shpallet Rama non grada dhe ta marrën të shpjerë në Amerikë. Po si Edi Rama janë 3-4 tjerë, nuk po i them emrat,